Kë nuk është një mulli i thjesht mjelli në Holandë, por është një shembull i shkëlqyer se çka do të thotë onboarding i mirë. Në onboarding modern, punëtori i ri fillimisht njoftohet me ambientin. Jo vetëm çfarë bën, por ku ndodhet, pse pastërtia ka rëndësi dhe si funksionon gjithçka rreth tij. Onboarding nuk fillon me detyra, por me kuptim dhe siguri. Nga pastrimi i mullirit deri te bluarja e grurit, çdo hap ka rend, logjik dhe përgjegjësi. Punëtori i ri nuk lihet vetëm, ai shoqërohet në proces. Në onboarding modern nuk supozohet që punëtori të di vetë. Këtu ka gjithmonë një person përgjegjës për punëtorin e ri. Ai shpjegon, vëzhgon, korrigjon dhe jep siguri. Shumë punonjës kanë thënë se askush nuk ishte përgjegjës për ta në ditët e para. Kur onboarding është i qartë, rezultati është i njëjtë çdo herë. Cilësi, siguri, respekt për punë. Onboarding nuk është vetëm mirë se erdhe, është një proces, përgjegjësi dhe kujdes, ashtu sikurse këtu në këtë mulli tradicional në Holandë.